Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma nga vetëm sport. Erdhëm në episodin e fundit botrorit, ku gjithçka u mbyll. U mbyll me fitoren e Spanjës, për të cilën të flasim. Një botror i gjatë, herë i bukur dhe herë me shumë ndeshje pa ndonjë nivel, po do bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Ky episod është për një përmbledhje të shkurtër edhe do diskutojmë ca pika më kryesore që mund të diskutojmë. Falenderojmë sponsorin ton për gjithë rrugtimin ton botror, falenderojmë Vodafone, rrjeti kampion, i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Siç e ndoqëm të gjithë, dje u mbyll finalja e madhe midis Spanjës edhe Argjentinës. Finale shumë pritur nga të gjithë, vinte Spanja me një mund të them e favorizuara e finales për të fituar titullin, duke parë kontingentin dhe curin që pati gjatë gjithë botrorit. Dhe një Argentinë vinte mbas një super ndeshje me Anglinë dhe deri tek Anglia me një rrugtim jo pa probleme, me përmbysje rezultatesh, me një mes që të roqi Argentinën deri në finale. Dhe erdhi nata e finales, ku përplasën dy ekipet. Për mendimin tim u përplas ekipi më i mirë i këtij kampionati, me sistemin më të mirë të lojës, sistem të cilin unë e adhuroj. Një pjesë tjetër e madhe nuk e pëlqejnë, se thonë e mërzitshme, bëhet e mërzitshme, po këto hatersat kur fito kjo që nuk e pëlqejnë, janë okay. Mu më pëlqe loja Spanjës dhe Spanja vazhdoi bëri Spanjën. Siç e bëri dhe me Francën, dhe të them drejtën, para ndeshjes pritshmëritë nuk i kisha të larta, duke parë se çfarë psoi Franca me një super ekip, ndërkohë duke ditë që Argentina nuk ka potencialin as pak të Francës, përjashtoi një mes që mund të bëjnë një gjë nga momenti në moment. Pjesa tjetër e ekipit nuk është se është një ekip që mund t'japi shumë rendiment në krahasim kundrejt asaj Spanje. Ndeshja filloi me ritëm. Argentina ishte futur në fushë për të zbraps furinë e kuqe të Spanjës. Ndoshta deri diku edhe Scalonit nuk mund t'i vej faj, kur shef se çfarë grupi ke ti dhe çfarë grupi është përballë, e vetme armë në dorë të ngelet që t'i bësh ballë dhe ta shtysh sa më shumë, me shpresën që ndoshta ta çosh në shtesë më pas në penalti. Kjo ishte strategjia që ndoqi Argentina, ndërsa Spanja luajti siç thamë me atë sistemin e vet, me lojën e saj, për cilën është shumë besnike, nuk çdon me çdo gjë të luajë, ka sistemin e vet shumë të perfeksionuar nga De La Fuente. Siç e dim, De La Fuente është që nga ekipet zinxhire shpresat under 19 dhe under 20 që i kanë nxjerrë kampion, dhe ka i grup që e njeh shumë mirë dhe ata e njohin shumë mirë punën e trajnerit dhe janë të shkrirë të gjithë një filozofi loje që ajo e Spanjës është për të admiruar. Ndërsa nga ana tjetër Scaloni, siç e tham, kishte vetëm në armë për ta çuar ndeshjen në limite, me lojë të ashpër, me faulla, për të mbrojt atë 0-0 deri në pikën e fundit që të shpresonte tek shtesat dhe për t'i kaluar tek penaltit. Gjë që nuk ja doli dot. Spanja me merit shënoi gol. 6 kartona të verdh dhe një kuq për Argentinën, të merituar, sepse atë linjë loje zgjodhi për të frenuar Spanjën, duke qenë pafuqishme vetë për të krijuar raste ose gjujtje, ndërkohë që s'kishte asnjë gjujtje në port.
e logjikshme kur ti si trajner vendos të zgjedhësh këtë strategji, duke ditë edhe cilësinë e lojtarëve, se nuk është se tash Scaloni i tha gjë, mos gjuni asnjëherë në port, por rini vetëm këtu. Po që përballa se Spanja ishte pamundur të bëjë diçka. Bëhet diçka të mirë. Ti kthejmë pak arbitrimit, se çast kemi dëgjuar që nga fillimi i këtij botërore deri tani. Për mua ishte arbitrim i mirë, do thoja. Shumë kartona për Argentinën të merituar. Sigurisht dhe kartoni kuq i Enzo Fernandez i merituar. Ai kartoni parë i Enzo Fernandez, arbitri e dha në rregull, nuk kemi gjë me arbitrin, ishte thjesht nxitim ose gabimi i Enzo Fernandez, sepse e mori për protest, nuk e mori për dinamikën e fallit që u bë, po që dihet që për protest merr verdh, domthonë nga arbitrimi vetëm kjo më ka ngel pishpon që Enzo duhet të kishte marrë atë të verdhën, që e mori me drejt. Pastaj vendimet e tjera ishin të sakta. Rikthehemi tek goli i anulluar i Spanjës. Se siç thash, këto haters atë nuk pushojnë, po këtë pjesë do analizojmë çik më mbrapa, me që u mbyll dhe botrori. Se në momenti që u fut vari edhe po pritej që të anulloj, them drejtën, unë isha i bind, kur pash 2-3 përsëritjet isha i bind që ai gol do anullohet. Nuk më pushotet celulari, po anulluan dhe këtë gol, është fundi botës, është fundi futbollit, është kjo, është ajo. Nuk e di, po problemi është që futbolli është të gjithëve, që e komentojnë, që e shikojnë, që e debatojnë në për podcaste, në për kafe, me shoqni, etj. Por, për një gjë duhet të jemi të sigurt që në këto debatet sportive kështu ka gjithmonë një pjesë e them pa ndroje fare budallesh, po budallesh që nuk kuptojnë asgjë nga futbolli, që marrin përsipër të analizojnë futbollin. Edhe arbitri e anulloi golin për faktin e thjesht, po shumë të thjesht, për një step on foot. Tash kush nuk e di nga këto budallet step on footin, ta mësoj. Po ka i pjesë shumë të mirë që e din step on footin, po që i myllin syt me një gjë dhe nuk duan ta shohin, sepse unë thash që përsëritja që dha, më kriju bindja ky gol është për të anullu. Dhe ashtu ndodhi. Dhe po t'i vesh re, kush ishte Otamendi. Otamendi urzun tokë, akoma pa e prek topin e parë ky sulmuesi i Francës. Këtë pa e harroj kush ishte, më duket Ferran Torres, çrënsi ka, domethënë pa i ardh topi, pa e prek akoma, ai ran tokë. Tashi ju që shihni futboll dhe komentoni me as tjerave, mos komentoni me, nuk po e them fjalën, po komentoni çik me tru. Shihni ç'a ndodh. Shikoni dinamik. Qofse lojtari bie pa ardh ke kundërshtari, do të thotë që ka i gjë. Mund të jesh skeptik, okay, ta shohim. Po ti kur e shef që ka dhe step on foot më mbrapa dhe pastaj vazhdon me atë diarren e komenteve, për mua kjo është pjesë atyre të gjithë budallëve dhe gjithë falangës që kanë ngritur që nga dita parë edhe deri ditën e fundit botrorit. Kjo jo se unë jam tifoz me Argentinën, pritshmëritë e mia i kisha deri në gjysmëfinalen e Argentinës. Për fatin tim të mirë si tifoz i kaloi duke mundur Anglinë, duke dalë deri në finale, po që finalen e meritoi ekipi më i mirë në botë. Dhe nëse do kishte shku Argentina me penallti dhe do kishte fituar Argentina me penallti, do ishte fitues kupe bote jo me merit. Që do të thotë jo me këto vjedhjet që pretendojnë këto, po me lojën që bëri Spanja ose dhe Argentina dje. Por që të ndodhte kjo, mundësit ishin, probabiliteti ishte pothuajse 0,
se Spanja kishte gjatë gjithë lojës ndeshjen kontroll dhe arriti dhe të shënoi. Domethënë, përsa i përket arbitrimit, këto ishin shumë faulla nga Argentina, bim dakord, sepse ishte zgjedhje e Argentinës, duke ditë që është e pafuqishme kundrejt Spanjës, zgjodhi që të luante ashpër dhe t'i prishte lojën Spanjës. Tham 6 kartona të verdh, 1 kuq, për finale besoj e kuptoni që shumë janë. Po shumë janë të meritum. Nuk po themi që si që të meritum, po që këto diarret kërkonin që Argentina mundësisht me shpirt e donin të përfundon edhe me 6 veta, kupto? Se kishin një frikë se ja po bone i gol dhe ja po shko me penalti. Dhe i bidet vritëshim vetën, pastaj kaq hater sa janë, nuk shohin futboll. Sidomos kjo ta them kështu shumë qetësisht, po që është shumë e vërtet, një pjesë e madhe këtyre janë këto fan club Ronaldot, që mushin rrjetet, që shkruajnë, vetëm që Messi mos hecte në Kupën e Botës. Domethënë pas çdo neshje ishin si hiena në për tastiera, këtë e them pasi ndroje dhe me plot bindje. Unë si tifoz i Argentinës nuk kam një dëshirë të madhe që të shoh Ronaldon me Portugalin duke hecë në kampionat botror, edhe të filloj tash dhe të shkruaj që gjo që ishte e fia flokut që ka lut ju, ose çdo po i faulli skandaloz, se merren vetëm me faullin e Messit me Algjerin që pse nuk e nxori të kuqe. Ka pas faull brutal i Portugalis, po pamjet janë aty, nuk është se fshihen, i keni në rrjete. Domethënë, unë nuk jam nga ato që të futem dhe për antipatit Ronaldos filloj të shkruaj ose të shprehem ose çdo dikush ka rrugtimin e vet. Po, kjo punë kështu është, thash kemi pjesë tifozerie me logjik, pro Mesit ose kundra Mesit. Kemi edhe pjesë tifozerie që janë, e them pa ndroje, janë budallet sportiv. Dhe kjo falang ka nisë qysh në fillim kampionatit, derisa arriti kulmin, kulmin që edhe në për studjet më prestigjioze këtu në Shqipëri po flas, se edhe jashtë, po flasim për territorin këtu i herë, edhe në kanal prestigjioz arritën t'i besojnë fotos me AI që u bo, që Messi ka bo faull ke goli me Anglin. Dhe arritën deri aty, domethënë sa dolën blof, edhe gjithë kush ka pa diskutimet dhe debatet i ka pa, domethënë nga që Anglia nuk kishte ku t'u kapshin, filluan u kapën me foto me AI. Domethënë kjo tregoi qartë as që kishte dashakësi kundra Argentinës, ose më shumë jo kundra Argentinës, pak kundra Argentinës dhe shumë kundra Mesit. Dihet debati, këto dy zotrit këtu, po zgjedhjet se kush është më i miri, gjithë se kush i vendos vetë, por se si e vendos, ka ca kritere pastaj. I'm back, tha zotria, respekt për karrierën e tij, bëri 2 gola me Uzbekistanin edhe u shujt aty. Zotria tjetër 39 vjeç duke ecë në fushën në 8 gola dhe e mori për dorë ekipin e tij modest të Argentinën dhe e çoi deri në finale. Po e mbyll këtu këtë pjesën e hatersave që kanë boj punë lavdërueshme shumë këtë kampionat duke e shkruajt nëpër tastiera nga lloj budalliqesh për punshmet. Po që nuk ma ndjen fare, tifoz tillë ka pas dhe do vazhdoj të ketë prej shumë kohësh, por që ju siguroj që ky nivel do ulet pak, sepse ky zotëria këtu u largu nga kombëtarja, me nder, me kokën lart, e çoi sërish në finale, edhe do jenë më të buta, do fillojnë të merren pastaj kur të ketë një episod kështu Itali, Gjermani, ose Spanja, Angli,
ose Itali, Francë, do merrem me një kështu gërvishtje të vogël, po jo me këto nivele. Dihet pse e tham. Për ta mbyllur këtë debatin e hatersave, e kalojmë. Flasim pak për futbollin, për botrorin. Ky botror do thoja kryesisht kishte 2-3 pika që unë mund t'i përmend, mund të ketë dhe shumë tjera, po ato çka unë mendoj që ja vlen të përmendet. Kishte ekipin që doli kampion, i cili pësoi vetëm një gol gjatë gjithë edicionit, një super arritje kjo që tregon se çfarë niveli është Spanja me lojën që ka. Tjetra do veçoja nga tifozëritë, dihet tifozërinë e Argjentinës, që ishte kudo ndodhur dhe me një pasion të pakrahasueshëm me tifozëritë e tjera. Edhe ky është eveniment. Tjetër do veçoja ekipin e Gjelbër, një ekip shumë i vogël, që erdhi në botror edhe brenda 90 minutave nuk u mund asnjëherë. U largu me kokën lart. U eliminuar vetëm në shtesa, nuk psoi as i humi, mori barazim Spanjës, mori barazim Argjentinës, pastaj kaloi me shtesë. Edhe një bravo ekipit për paraqitjen, një ekip shumë i vogël që s'ta priste mendje. Zhgënjimet mund të them ishin Portugalia, që të them drejtën pritësha shumë nga Portugalia me kontingjentin që ka. U largu, për mendimin tim u largu para kohe, nuk ishte momenti që Portugalia dilte jashtë, po që ky është futbolli, ishte zhgënjim për mua. Tjetër, pastaj ka nga këto ekipet që fantazëm le t'i quajmë, që erdhën, hynë botror, lujtën, si hynë, dolën, nuk i morën vesh fare. Ndoshta këto i ka shtu dhe i qik formula që janë bodhe shumë ekipe. Për mendimin tim, një formulë që duhet rishiku, pavarësisht se FIFA ka interesat e veta për të ardhurat, edhe me shumë gjasa mund të arrisë akoma më shumë pjesëmarrjen e ekipeve, po mu s'nduket shumë efektive, sepse vinë shumë ekipe që nuk lejnë gjurmë fare. Sepse drejt gjithë kampionati botror është një eveniment shumë i madh dhe gjithë presin të shohin një spektakël vërtet, po ndërkohë ti ke ndeshje që se gjumi ose të vjen me ndru kanal. Dhe kjo nuk është fort e këndshme për një eveniment kaq të madh. Domethënë, e thon Troç, do doja më me pak ekipe Kupën e Botës, që të paktën të ishin ekipe më cilësore pjesëmarrjes. Edhe më pak ekipe, po ato që do hynin do e meritonin, sepse njësoj vje me kualifikuset, me eliminimet, me tjerë, kush hy botror, kush nuk hy, domethënë vjen në shkallë të meritokracisë, po që doja më me pak ekipe, që të shifshim çik ndeshje më të bukura se sa të tjerat. Për sa i përket aspektit ekonomik, s'kemi çfarë themi, bim dakord që botror me shumë të ardhura, me biletat me çmime fantastike, që nuk e di edhe ato tifozat si kanë përballu, po çështja tyre. Për sa i përket organizimit, organizimi ishte i mirë, ashtu si çdo ditë i bëj Amerika, festat, sportin, por që problemi është që ka kaluar çik futbolli është largu masës të varfër, themi, nuk është më fare për to, sepse nuk e prekin dot që ti jenë aty, domethënë duhet të kesh ekonomi tashmë që të shohësh një ndeshje botrori, grupi po themi. Sepse për te grupeve është problem tjetër pastaj. Nuk di çfarë them tjetër për këtë botror.
Zhgënjim tjetër ishin Gjermania që doli shpejt, Hollanda që pati atë eliminim, domethënë pati ca zhgënjime. Anglia tashmë është mësuar me zhgënjimet, domethënë dhe ne na bo habi që Anglia mund të shkojë deri në gjysmëfinale ose finale, sepse me ekipe dobta, me ekipe të mira, me ekipe shumë të mira, rezultati i Anglisë është ka qenë nga 6-6, është po i njëjti. Eliminohet edhe nuk shkon aty ku të paktën në finale, të paktën të shikoj finale, domethënë të ketë shansin për të luajtur finalen që ta fitojë ose jo. Një Angli që përndjek fati keq gjithmonë, po ky është futbolli. Mbaroj ky botror, do kemi diskutime të shkurtra, ndoshta në episodet të tjera që mund t'i rikthehemi nga pak çështjeve specifike etj. Por që u mbyll me një Spanjë kampione të super merituar, që arriti të çmontoj Francën që ishte kandidatja numër 1 dhe jo më Argentinën që ishte me një mes dhe me një ekip mesatar, do thoja unë. Po që kur ke lojtarët që ka Spanja, kur ke sistemin e lojës, ajo të çon gjithmonë drejt një zgjidhje, drejt një rruge, drejt fitores. Shumë urime Spanjës, me shumë respekt për futbollin që ka paraqit dhe për ekipin që ka. Besoj këto ishin, nuk kemi çfarë zgjatemi më. Tashmë vjen vera, fillojnë plazhet, hatersat mund të hudhen det, tash ta ftofin qetësojnë që Messi nuk mori më botror. Messi nuk mori më botror. Dhe të jenë më të qetë dhe të fillojnë të mushin pushkët tash kur të kene raste të tjera, sepse kanë zanot që nuk e lejnë tot masdore. Ne do ndahemi këtu, mund të kemi episode tjera të shkurtra, siç ju thash, që mund të prekim një gjë nga botrori, por kryesisht mund të flasim për calciomercaton, sepse tashmë calciomercato ka hyrë në pikën e saj më të nxehtë kur fillojnë transferimet e lojtarëve. Do mundohemi të flasim dhe të themi ne diçka, t'ju mbajmë të informuar edhe më pastaj me fillimet e sezonit. Ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, na keni suportuar. Ishte i kënaqësi të ndajem këtë eveniment kaq të rëndësishëm siç ishte botrori. Dhe besoj do takohemi shumë shpejt, duke bërë një falënderim shumë të madh për sponsorin ton, që na bëri të mundur të gjithë rrugtimin e këtij evenimentit botrorit. Falenderojmë Vodafone, rrjetin kampion i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone. Ju falenderoj edhe ju ndjekës për çdo puntat që na keni ndjekur, për çdo koment pozitiv apo negativ, ai është opinioni juaj. Komentet i keni të hapura, nuk ka diskutim. Edhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton dhe të vazhdoni të ndiqni rrjetet tona sociale, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Faleminderit. Kjo ishte kampionati botror i vitit 2026 i fituar me shumë merit nga Spanja. Natën e mirë dhe u takofshim në episodet e radhës.